Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim do t'ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave dhe portaleve online dhe më pas me zëre qytetarësh plotësojmë tablon e informacioneve nga realitetet tona në fillimin e kësaj dite të re. Gazeta Panorama sjell dhe titujt ligji për donacionet, drafti, kush mund të dhurojë dhe cilët do refuzohen, kriteret, regjistrimi. Qeveria po harton ligjin e ri për donacionet dhe sponsorizimet që synon të vendosë rregulla të forta mbi çdo kontribues dhe të ndalojë çdo veprim të dyshim. Çdo donacion mbi 500.000 lekë do të regjistrohet në një regjistër elektronik kombëtar i aksesueshëm nga publiku, ndërsa individët dhe organizatat me rekorde kriminale, aktivitete të paligjshme apo pastrim parash nuk do të kenë më mundësi të dhurojnë ose sponsorizojnë institucionet publike. Hekurat nuk ndalin më askënd, aratisjet e bujshme nga dajti të Rexhepi, Tafili dhe Ndoci që gjunjëzuan sigurinë. Barë publike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ngrin vizat për 75 vende, në listë Shqipëria dhe Kosova, preken lotaria amerikane, punësimi dhe bashkimi familjar. Pezullimi vizave nis nga 21 janari. Departamenti Amerikan i Shtetit do të ndalojë me migrantët e papërshtatshëm, udhëzimet. Të ardhurat deri më 31 mars afat për dorëzimin e diva, përfitimet dhe penalitetet. Pronat, listat e ndërtimeve informale në pritje për të legalizuar. Botohet kjo listë në brendësi të gazetës Panorama. Në rubrikën opinion të kësaj gazete nga akademik Anastas Angjeli botohet shkrimi sfidat e zhvillimit dhe të integrimit. Nga Ardian Bushi, llogaraja, ku përfunduan 50 milion euro shtesë. Nga Redi Sheu, bindet e vjetra, më keq se gënjeshtrat. Dosjet e sigurimit, Taraboshin nuk e lëviz era. Deklarata e Ramiz Alis pas demonstratës së 14 janarit 1990 në Shkodër. Nga Ilir Cenolari, botohet shkrimi Lamartini, poezia, gjua e Zotit dhe shpëtimi i shpirtit njerëzor. Të të gjithë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, harta e oligarkëve të Shqipërisë që kanë glabëruar 1.1 miliard euro taksa në 2025. Qeveria shqiptare prokuroi miliona euro me kontratë publike. Paratë u ndan mes 21 kompanive, duke u kthyer automatikisht në përfituesit më të mëdhenj të jo pak, për plot 1.1 miliard euro. Ja cilat janë 21 kompanit më të paguara nga thesari i shtetit. Nga 1 janari deri me 29 dhjetor 2025, ku rezultojnë të dhënat e fundit mbi pagesat e thesarit, janë shpenzuar gjithsej rreth 722.6 miliard lek, teksa plani vjetor ishte 831.7 miliard lek ose 109 miliard lek të pric. Ndërkohë që lumi parave vazhdon të rritet për superstradën Tiranë-Durrës në vlerën 14 miliard lek. Pas pezullimit të vizave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një tjetër bombë vjen nga Brukseli. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vendosur zyrtarisht pezullimin e përkohshëm të vizave të emigracionit edhe për shqiptarët. E sikur të mos mjaftonte me ngrirjen e fondeve të Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural për fermerët, Bashkimi Evropian ka vendosur të ngrijë dhe financimet për një tjetër komponent të rëndësishëm të ndihmës për Shqipërinë, sikurse janë fondet për agjendën digjitale për shkak të korrupsionit alarmant nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës, botohet opinioni mirënjohje për mësuesit e shkollës së parë në gjuhën shqipe në Ulqin. Nga profesor Dr. Bajram Hysa, përballja me sfidat financiare të përkujdesjes shëndetësore. Në faqen e parë të gazetës Telegraf vijnë titujt e tjerë: Artur Meçollari, jas ju përmbyt Durrësi me vendim politik. Heshtja e Braçës, porti i ri, hidrovori i shkatruar dhe burgosja e Gjaçkës trajtohen në këtë bisedë me Artur Meçollarin. Kryeministri Rama, socialistët do të mbledhin ditën e premte, do të mbledhin grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ku do të jenë të pranishëm edhe ministrat. Telegrafi i Vlorës, punojësit e portit të Vlorës kanë 3 muaj pa marrë rrogat, por rinë në heshtje nga frika se i përzën nga puna. Paratë e shqiptarëve po bëhen rrushe kumbulla. Kompania Consulting and Management Albania vazhdon të marrë para publike, edhe pse është e përfshirë në skandalin e tenderit 850.000 euro që çoi në SPAK Benet Becin.
Kompania është shpallur fituese në tenderin 780.000 euro për trajnimin e stafit të alt kontrol në rast të emergjencash. Agolli, Fondi Shqiptar të Zhvillimit, i jep 4 milion euro fushës, SPAK, ku je? Pogaj i jep 500 milion Allajbeut për mbetjet spitalore. Drejtësia në kaos, të dënuarit VIP me takime speciale në spitalin e Burgut në Durrës. Drejtori u merrte nga 1.000 euro. Irena Gjoka, inkuizitore dhe shantazhuar e mafjes politike. Aktualitet, profesor Pajtim Ribaj, Skënderbeu, shtetar dhe strateg brillant. Avokat Pjetra, kompani celulare i mbron politika apo agjensia e komunikimeve elektronike dhe postare. Doktor Mziu, përse Shqipëria mbytet në dimër dhe digjet në verë? Mozaik dhe aktualitet, rimbursimet e ilaçeve jashtë kontrollit. Vetëm 24% e mjekëve u kontrolluan nga Fondi i Sigurimeve, patronazhistët e tjerë po bëjnë namin. Atë Stath Melani, prifti patriot që qeveria e Vlorës e caktoi komandant ushtrie në përmet, ja debati me despotin grek. Klodi Stralla, ministri i drejtësisë që nuk firmosi zogun për mbret. Gëzim Llojdia, kur Petromarko kritikoi për tregimet në vitin 1968, janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, një vendim i rënd, geopolitik apo ndëshkim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës futin Shqipërinë në listën e zezë. Bashkë me 74 vende të tjerë, përfshihemi në pezullimin pa afat të vizave amerikane. Ëndra amerikane ndalon për shqiptarët. Nuk do të ketë më për një afat të pacaktuar viza për emigrim, lotari dhe bashkim familjar. Përjashtohen nga penalizimi vizat studentore dhe ato turistike. Pyetje përgjigje për kryeredaktorin. Përse Shqipëria pro-amerikane u ndëshkua, kurse Serbia pro-ruse u përjashtua nga lista e zezë e vizave? A duhet jesh pro-rus që të mos ndëshkohesh? Jo, por duhet jesh i dobishëm ose i rrezikshëm për interesat amerikane. Kjo është diferenca thelbësore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk shpërblejnë besnikrinë. Investigimi. Çfarë do të ndodhte pas 1 janarit nëse SPAK nuk do ndërhynte te Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit? Skema që do të rrëmbente qindra milion euro të tjera nga buxheti i shtetit. Rama po lobonte për një takim me Trump ose Rubio në samitin e Davosit pas 2 javësh, nga pikpyetje në faqen e parë Gazeta Dita. Rezistenca ndaj Ramës brenda rrethit politik të Trump mbetet e fortë dhe e strukturuar. Cila është zyrtarja afër Trumpit që shfaq kundërshtim më të fortë për takimin? Arkiva, artikulli që paralajmëroi fillimin e shkatrimit të sistemit shëndetësor. Beqaj në Burg dhe skandali Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Një shkrim i profesorit Pajtim Lutaj në 2015 ripotohet në numrin e sotëm të gazetës Dita. Nga Joleza Koka botohet shkrimi Rinia politike sot dhe debati i zhdukur. Nga Alba Maltezi, të protestojmë për zënka pasanikësh. Rubrika e shëndetit, disa ndryshime të vogla që mund të na zgjasin jetën 1 dekadë. Sjelljet e shëndetshme nuk duhen parë veç, por si pakete përbashkët. Nga Artan Duka botohet shkrimi Një klasë politike krejt e pabesueshme. Portret, volleyball, figura emblematike e Egon Gjadrit janë shkrimet që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej gazetave dhe portaleve online. Fillojmë me gazetën Ekspres që del në Prishtinë. KFOR për takimin Ulutas Sorensen. Normalizimi i marrëdhënieve Prishtinë-Beograd-Çelës për sigurinë e qëndrueshme. Policia i gjen targa të veturave të ura në Shkabaj në Kosovë që është liruar për qarkullim pas vërshimeve. I fton pronarët t'i marrin. Arrestohen 2 shqiptarë për vjedhje makinash në Zvicër dhe Itali. Publikohen pamjet e kapjes së tyre. Bisedimet për Groenlandën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri danez. Trump ka dëshirë për ta pushtuar ishullin, por kjo nuk do të ndodhë. Kalojmë tani tek Start News, është portali që hedh vështrimin në fusha të ndryshme të jetës. Në rubrikën e tij kryesore veçon shkrimet Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezullojnë shqyrtimin e vizave për Shqipërinë dhe Kosovën. Departamenti Amerikan i Shtetit, refuzimi nga 21 janari dhe pa afat. Preken lotaria amerikane, bashkimi familjar dhe punësimi.
Vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit për pezullimin e vizave. Ambasada amerikane në Tiranë sqaron se kush qytetar shqiptar ka të drejtë të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Projekt ligjëri për donacionet dhe sponsorizimet, regjistër kombëtar të tatimet, akses për të gjithë. Fushata $220.000 e lobimit të veliajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër drejtësisë. Aktualitet, nis regjistrimi fillestar i pronave në 3 fshatra të bashkive Elbasan, Gjirokastër dhe Këlqyr. Kujdesi alternativ në familje në Shqipëri, rregullat, pagesat dhe kriteret për familjet kujdestare. Konstituohet Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, caktohen relatorët për vendet vakante në gjykatën kushtetuese. Viti 2025, i treti më i nxehtë në histori, alarm global. Kopernikus, mesatarja 1.5 gradë Celsius, u thye për 3 vite radhazi. Ndryshimet në rregulloren e maturës, administratorët ngarkohen me përgjegjësi për mbarvajtjen e procesit. Ja sa pikë duhen për notën 10 absolute. Ekonomi, tatimet, nëse mungon dokumentacioni, shpenzimet arsimore nuk njihen për rimbursim. Çmimet e produkteve jo ushqimore u rritën me 3% në 2025, më e larta në 2 vjet. Ka ndryshuar fashat e pagave, tatimet, ja sa bëhet rroga minimale dhe ajo maksimale. Shqipëria, destinacioni i parë i eksporteve të Kosovës. Politik, Meta zbulon pasurinë. Të ardhurat e mia nga 1995 deri në 2023 janë 87 milion lekë të reja. Ekspertizën e ka bërë vajza ime. Reforma territoriale, dakordsi Parti Socialiste, Parti Demokratike për 90 bashki. Kryetari dhe Këshilli i Qarkut të zgjidhen me votë qytetare. Hetimet e SPAK-ut për financimin e riethemelimit. Berisha, është sulm politik. Basha, a ju a dha Amerikanëve listën e biznesmenve. Takimi Ramës me grupin parlamentar të Partisë Socialiste të premten. Zbardhet agenda, të pranishëm edhe ministrat. Berisha mbledh drejtuesit politik dhe koordinatorët në fokus të diskutimeve 24 janari, ndryshon orarin e protestës. Rama në Abu Dhabi, projekt mbi 1 miliard euro me Emiratet dhe Italinë, do i shesim Europës energji të gjelbër. Në rubrikën Opinion nga Jorgji Kote, pse Partia Demokratike shkon mirë me partit, por keq me qeverit në vendet e Bashkimit Evropian. Nga Sidi Hasanej, pse Berisha u është rikthyer sulmeve me gjuhë urrejtjeje kundër Bashës. Nga Pal Nikolli, shteti që mëson vetëm pasi digjet dhe përmbytet. Kultur, në labirintin e sigurimit të diktaturës, Bija e Minotaurit, romani Agron Tufës, një skaner letrari i komunizmit, romani që i fles së shkuarës dhe paralajmëron të tashmen, vin me një vështrim nga luftar Pep Marku. Papa Leone i 14 emëroi nuncin e ri apostolik për Shqipërinë. Ai është i Zot Miroslav Adamçik, arkiepeskri titullar i Otrikolit. Libri mik i përhershëm, rritet interesi për librat në libraritë e kryeqytetit. Nga rajoni, pse po rinumërohen votat në Kosovë dhe çfarë pritet të ndodhë. Kurti priti ambasadorin William Walker në prag të përkujtimit të masakrës së Reçakut. Nga bota, fundi luftës në Ukrainë, Witkoff dhe Kushner parashikojnë brenda muajit një takim me Putin. Von der Leyen, Bashkimi Evropian po ndërton hapasapi një superfuqi ushtarake, por do të jemi më shumë se kaq. Sport, mblidhet Komiteti Ekzekutiv, vendoset data për zgjedhjet në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit. Janë shkrime që vinë në portalin Start News. Gazeta Tema, paniku moral rreth ndihmës sociale dhe emigrantëve shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Luan Baçi shpërthen ndaj Gazbardhit. Turpi i mbuloft ata që u morën me kallëzimin e kuvendit të partisë së profesor doktor Sali Berishës. Mos u bëj xheloz për mua se ky maraz ka me të shkallu. Fevziu i nxjerr Ramës statistikat. Shiko sa më ndjekin mua. Pse Berisha shpalli se nuk do të lërë fëmijët pasardhës të Partisë Demokratike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezullojnë shqyrtimin e vizave për Shqipërinë për shkak të shifrës së lartë të asistencës së emigrantëve. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit. Emigrantët nuk do pasurohen nga amerikanët. Kriza e Aslanit, gazetari, truri mes fushës së kombëtares është jashtë funksionit. Mos të hapni barkun me jakobinizma, Ylli Manjani, Shqipëria ka nevojë për amnisti politike.
1,1 milion euro kuvendi luksoz i rithemelimit. A është hetimi pasuror i Berishës edhe fundi i tij politik? Dakordsi territoriale, Parti Socialiste, Parti Demokratike. Më shumë bashki, kryetari dhe Këshilli i Qarkut zgjidhen me votë. Blendi Fevziu fabrikoi një gënjeshtër dhe u fsheh pas heshjes, është titulli i artikullit në gazetën Tema. Editoriali i kësaj gazete është shkruar nga Mero Baze. Mban titullin Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të pyes veten, a i duhet Kosovës apo vetëvendosjes? Antena brenda familjes. Muli i alarmuar nga llogaritë e Luan Baçit për kuvendin e stadiumit. Gjingjoni, ja si do e krijojmë qeverinë teknike. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të gazetës Tema. Alfa Press, Luan Baçi shpërthen ndaj Gazbardhit. Turpi i mbuloft ata që u morën me kallëzimin e kuvendit partisë së profesor doktor Sali Berishës. Unë bëra burg se denoncova krimin. Saljani pas deklaratave të Nokës. Partia Demokratike ka problem të jetë e besueshme për shkak të këtyre akuzave të pafaktuara. Mos u bëj xheloz për mua se ky maraz ka me të shkallu. Fevziu i nxjerr Ramës statistikat. Tjetër bomb nga Brukseli për Ramën. Bashkimi Evropian pezullon fondet edhe për agjendën digjitale të Shqipërisë për shkak të korrupsionit në Agjencinë Kombëtare të Shërbimit Informacionit. Merret vendimi në Partinë Demokratike, caktohet ora kur do të mbahet protesta 24 janarit. Po thuaj për gjysmimi votuesve të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore brenda vendit nga viti 2021 deri më sot. Mbi 90 bashki, kryetari dhe Këshilli i Qarkut do zgjidhen me votë. Zbulohet çfarë dakordsuan Partia Socialiste dhe Partia Demokratike për reformën territoriale. Hetimet e Spakut për financimin e rithemelimit. Berisha fajson Bashën, është sulm politik. Ai u dha amerikanëve listën e biznesmenëve. Kinezët i kanë vënë syrin Shqipërisë. Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës reagon pas deklaratave të Ramës. Mbështesim dhe nxisim drejtësinë. Kompania që ndau paratë e Benet Beci dhe Berberit merr kontratë 700.000 euro nga Alt Control. Tentativa e fundit, Rama po lobon për një takim me Trump ose Rubio në samitin e Davosit pas 2 javësh. Rama e sulmoi publikisht, Klodiana Lala e sfidon. Nëse ke kurajo, eja dhe përballemi në debat. Tregoj edhe foton e inceneratorit të Tiranës. Kemi një doktor sultan për që është grua. Rama mbur diellën e aksit dhe tregon si u frymëzua. Isha në një dark. Janë shkrimet që vinë në alfapress.al. Faktor.al, analisti Lita, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian sanksione të buta ndaj Shqipërisë, do vinë edhe më të forta. Saljani, kam denoncuar grupet kriminale nga Shkodra në Korçë në çdo cep. Analisti Lita, si po blien kullat e Tiranës me narkodollar nga Amerika Latine. Hoxha që del në disa dosje të SPAK, nuska e korrupsionit. Pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pezulluan vizat? Pas fondeve të IPARD për fermerët, Bashkimi Evropian ndal edhe fondet për digitalizimin, po i vidhni me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezullojnë vizat për 75 vende, përfshirë Shqipërinë, na fut mes vendeve të korruptuara. Janë shkrimet kryesore që vinë në faktor.al. Kalojmë tani tek portali publik, kush është Gëzim Hoxha, çelësi aferave Durana dhe Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Lëvizje dhe transferime, çfarë po ndodh në burgun e Durrësit? Pas fermerëve, Bashkimi Evropian pezullon fondet për agjendën digjitale të Shqipërisë. Pazari radhës Partisë Socialiste e Partisë Demokratike për reformën territoriale me mbi 90 bashki. Skyweb, korrupsioni të Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit. Pas fondeve IPARD, Bashkimi Evropian bllokon paratë për agjendën digjitale të Shqipërisë. Ndryshon ligji për koncesionet, hiqen kontratat 1 euro. Çfarë ndodh tani e tutje me kontratat partneriteti publik-privat? 2 miliardë euro investime. Vetëm gjatë 2025-s u licencuan 71 projekte fotovoltaike për prodhim energjie. Kapital është portali që veçon shkrimet, tjetër bomb nga Brukseli. Pas fermerëve, Bashkimi Evropian pezullon fondet edhe për agjendën digjitale të Shqipërisë për shkak të korrupsionit në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Kompania që ndau paratë e Benet Beci dhe Berberit merr kontratë 700.000 euro
nga Alp Control. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të portalit Kapitali. Agjencia e lajmeve NOA, renditja e 2026-ës, pasaporta shqiptare në vendin e 43. Para nesh mbeten Maqedonia, Malizi, Serbia, Bosnja. Partia Socialiste mbledh grupin parlamentar të premten në fokus prioritetet politike dhe institucionale të vitit. Fati i protestuesit 26 vjeçar, Trump, Irani më tha që nuk do ta prekin, po e bën, do mërzitem shumë. Irani kërcënon Trumpin me vrasje. Ministri i jashtëm iranian i drejtohet kancelarit gjerman, ky pak turp. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisin largimin e personelit nga baza ushtarake në Katar. Agjencia Reuters, ndërhyrja amerikane në Iran brenda 24 orëve. A do të përfundoj këtë vit lufta e Rusisë kundër Ukrainës, është titulli i një opinioni në faqet e agjencisë NOA. Nga rubrika Sport në këtë agjenci veçohet shkrimi renditjes superiores. Java e parë për 2026-ën trazon kampionatin, hapet betejë për titull dhe mbijetesë. Kalojmë tani te agjencia tjetër e lajmeve VNA. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezullojnë shqyrtimin e vizave për 75 shtete, përfshirë Shqipërinë, Somalinë, Rusinë dhe Iranin. Aratisi Altin Ndoci, drejtoria burgjeve pezullon zinxhirin drejtues të burgut të Durrësit. Arrestohen disa punonjës. Berisha i riktheh sulmeve ndaj Dumanit, ndërsa SPAK heton pasurinë e familjes dhe financimet të kuvendit të rithemelimit. Faturat të kuvendit kombëtar janë të deklaruara. Sali Berisha, hetimi për pasurinë time është politik, nuk kursen sulmet ndaj SPAK-ut. Bashkimi Evropian i tha që nuk kontrollon dot qeverinë. Kuvendi merr masa të pastrojë biografinë. Nga Dubai në Facebook, kryeministri hap një tjetër betejë me gazetarët, ndërsa përmbytjet mbeten pa përgjigje. Fushata $220.000 lobimit të veliajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër drejtësisë. Pas arratisjes Altindosit arrestohen 8 zyrtar të burgut të Durrësit. Asnjë që ndark pas lirisë, pse investigimi duhet të fshijë çdo pasuri të zyrtarëve, kontraktorëve dhe familjarëve? Grenlanda, Gjermania po shqyrton mundësinë e dërgimit të trupave në vendin e Arktikut. Histori të harruara, një letër mirënjohje që flet më shumë se historia. Motrat e mbretit Zog dhe një vizitë pa haruar në Korçë janë tituj që vinë në faqen kryesore të agjencisë së lajmeve VNA. Kalojmë tani te Bold News, si digjet përmbytet dhe vidhet Shqipëria pas krave të Ramës, është titulli i një artikulli që botohet në Bold News. Në Bold News gjithashtu botohet artikulli Bar dhe Pellgje uji, panorama reale e parkut teknologjik imagjinar Durana. Nga gazeta Koha Jon, Partia Demokratike cakton orarin për protestën e 24 janarit. Demokratët pyesin, a do qëndrojmë në shesh? Gjingjoni tregon 3 faktorët që e shtyjnë opozitën drejt qeverisë teknike. Bëjmë detyrat e shtëpisë në shkollë. Rama tregon për nismën e re në Berat. Lehtësojmë ngarkesën e prindërve. Gazeta Koha që del në Prishtinë, të mbijetuarit kujtojnë masakrën e Reçakut, për të cilin përgjegjësit ende nuk janë dënuar. Nga Veton Suroj botohet opinioni me titull Një busull si më 1989. Sorensen tha se synon takim të nivelit të lartë. Qeveria përsërit kushtet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pauzojnë shqyrtimin e vizave për migrantët nga 75 vende, përfshirë dhe Kosovën. Abdi Xhiku, eliminimet politike mund të jenë legjitime si aspirat, por edhe për to vendos antarësia. 14 vota është dallimi më i madh mes numërimit dhe rinumërimit të votave të kandidatëve. Janë shkrime që vinë në gazetën Koha që del në Prishtinë. Kalojmë tani te gazeta Mapo. Nga Mateo Spao botohet shkrimi Karburanti i shtrenjtë, qytetari i varfër. Lamallari reagon pas arratisjes nga burgu i Durrësit. Të dënuarit me rrezik do kalojnë në burgje të sigurisë së lartë, kontrolle në çdo qeli. Takimi i Ramës me grupin parlamentar socialist, zbardhet agjenda, të pranishëm do jenë edhe ministrat. Lapsi.l sjell shkrimet Amerika shtrëngon në rripin, mbyllet dera e emigrimit për shqiptarët. Si ul një e pandehur në krah të ambasadorës së Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një shkrim nga Armand Shkullaku. Nga Andi Bushati, rreziku i trefisht i çiftit Rama Gyrs Agasi.
Pse po rinumërohen votat në Kosovë dhe çfarë pritet të ndodhë? Pas qeverisë, Rama mbledh të premte grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Agjencia Reuters, pezullimi i Trump nuk prek viza turistike për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të lapsi.al. Kalojmë tani tek pamfleti. Mos e bombardoni protestën, është titulli i editorialit të shkruar nga Gjergj Zefi. Diplomacia duhet të flasë para armëve. Arsyet të tablos sinoptike anti-amerikane të Edi Ramës, shkruar nga Diplomatico. Nga pronat në 1992 te milionat për të marrë vullën e Partisë Demokratike dhe pastruar imazhin. Struktura e posaçme antikorrupsion hap tjetër kapitull për Berishën. Kalojmë tani tek SNA, Saljani i pafajshmi në thonjza. 8 janari 2022, gabimi Berishës dhe Lul Bashës. Banka Botërore mban të paracaktuar rritjen e prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë për vitin 2026 në 3.5%. Dita e dytë në Bruksel, kryepiskopi Joan vijon takimet e rëndësishme në institucionet europiane. Faktoje sjell me një foto dhe reportazhin në kërkim të parkut teknologjik Durana. Lajmi i fundit veçon shkrimin "Këtë herë plumbi nuk do dështoj". Televizioni iranian transmeton imazhe të plagosjes së Trump, rriten tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gazeta Boulevard për politikanët tani hipokrit që mbështesin agresorët, është një shkrim nga shkrimtari Shpendit Topollaj. Byroja Kombëtare e Hetimeve Bastis Genius Lab, SPAK i afrohet Manastirliut. Kryebashkiaku Arbana, Bashkia Shiak përfundon konstatimet dhe vlerësimin e dëmeve nga përmbytjet. Durrës Lajm, Aratis Altindosi, reagon drejtoria e burgjeve. Instituti Durrës shkeli procedurat, pezullohet i gjithë zinxhiri komandues. Ministria e Drejtësisë shkarkon nga detyra drejtorin e burgut të Durrësit. Babebir në Sherr, 2 raste konflikti në nënhetim në Durrës. Gjendet pa shenja jete 45 vjeçari, kishte dalë për të punuar tokën. Kalojmë tani në disa lajme kulturore përmes Kult Plus. Heshtja para se të lindësh, heshtja pasi vdes. Jeta është veç zhurmë në mes 2 heshtjeve të padepërtueshme. Është titulli një artikulli që shoqërohet me fotografinë e Lady Dianës. Promovohet monografia Shani Pallaska, embleme një epoke, një dëshmi e çmuar për veprën e një nga artistët më të mëdhenj shqiptar. Në syrin e mendjes së një artiste, Blerta Kambë dhe rrugëtimi i saj përmes imazhit, kujtesës dhe jetës. Visar Kryeziu, fotografi që pa luftën përmes objektivit, punonim çdo ditë vetëm si kontribut, nuk kishim pasqyrë të së ardhmes. Në rubrikën libri vinë shënimet një tregim nga Haruki Murakami, si dhe një fragment nga romani i humburi i Fatos Kongolit. Kalojmë tani në disa lajme sportive përmes rubrikës lajmi i fundit të gazetës Panorama Sport Online. Në këtë rubrikë veçohen shkrimet "Nuk pendohem". Arbeloa çudit pasi preferoi rotacionin dhe u turpërua te Reali. Kam dështuar shumë herë, por transfert apo shtëpi, shifrat ngrojnë të kuq të Partizanit. Donte të linte futbollin. Kush është heroi 25 vjeçar që eliminoi Realin e Madridit nga Kupa e Mbretit? Drejtori Sinani optimist. Vllaznia synon 2 trofet, të lumtur që na ra Bylisi. Dinamo e rinis me mungesa. Daja pret dhuratat të premtuara. Medin Superiore, ish trajneri i Vllaznisë surprizon të gjithë kampionatin me 2 transferimet e radhës, janë disa prej informacioneve që vinë në rubrikën lajmet e fundit të gazetës Panorama Sport. Dhe kemi sjellë kështu informacione më të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online. Dhe tani si gjithmonë në ftoj në numrin ton 045 620 601 për të sjellë këtu me zëra qytetarësh informacione më të fundit nga realitetet tona të përditshme. Po përpara se sa të kalojnë në bisedat tona, do ftoj Regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.